Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimet dhe ka nxjerrë para gjykatës shtetasin italian Michel D'Angelo, profesor biologjie në Itali, akuzuar si shkaktari i aksidentit fatal të 8 kushtit në segmentin rrugor Fier-Levan. Hetimet e organit akuzës tregojnë se automjeti me targa të huaja i drejtuar nga D'Angelo është përplasur me një automjet tip Mercedes-Benz ku udhtonin anëtarët e një familje nga Patosi. Menjëherë pas përplasjes, i pandeuri është larguar nga vendi i ngjarjes duke shmangur sipas prokurorisë përgjegjësinë administrative dhe penale. Aksidenti rezultoi tragjik për një 15 vjeçar i cili ndroi jetë 2 ditë më vonë në spitalin e traumës. 3 persona të tjerë mes tyre një i mitur, drejtuesi i mjetit dhe një pasagjer mbetën të plagosur, një prej tyre në gjendje të rëndë. Ngjarja mori vëmendje të gjerë publike për shkak të veprimit heroik të efektivit policisë së Fierit Klajdi Musta, i cili hyri mes flakëve të makinës së aksidentuar dhe nxorri të plagosurit, duke u bërë shembull i guximit dhe profesionalizmit. 2 ditë pas aksidentit, policia arrestoi profesorin italian i cili qëndroi në paraburgimin e Fierit deri në 24 tetor. Në atë datë, gjykata e Fierit vendosi zbutjen e masës së sigurisë duke lënë në detyrim paraqitje një herë në muaj dhe duke i vendosur një garanci pasurore prej 15.000 eurosh.